Është një moment i shumë i rëndësishëm jo vetëm për Durrësin, për Mirditën, por për gjithë Shqipërinë, zgjedhjet e 11 maj. Për shumë arsye, jo vetëm për faktin që qoftë komuniteti mirditor këtu, qoftë Mirdita atje, përfaqësohet realisht në lista për kandidat me vlera, me njerëz të cilët kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, jo vetëm për Mirditën, por edhe më gjerë se Mirditë. Një intelektual i njohur i asaj treve, një mësues, vërtetë mësues është një gjë e shenjtë, ka qenë administrator i një komune për 3 mandate, një themelues, vërtet themelues i Partisë Demokratike, një njeri me grindën e karakter, i bindur që do t'i bëjë nder Parlamentit të Shqipërisë, i bindur që e maksimalizon votën jo vetëm mirditorëve dhe me përtej, i bindur që do t'jetë vërtet zëri që ju meritoni në Parlamentin nesër. Po ashtu kam në krah një jurist të njohur karizmatik si Zoti Arjan Doj, një njeri mjaft i ditur, e kam njohur tani vonë, por me ka lënë mbresa njohja me të kultura e gjerë, pse jo dhe shpirti sarkastik, shka tregon që është një njeri mjaft i zgjuar dhe i ditur. Besoj që do di ta mbledh votën e Durrësit, do jetë një zë i Durrësit në Parlamentin e Shqipërisë. Mendoj që s'duja kursenin mbështetjen, sepse do t'ju përfaqësoj me nder dhe dinjitet. Po ashtu Zoti Ndrec Pjetri, një jurist i ri, djali juaj, biznesmen, ish kryetar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Fakt ky që tregon se Partia Demokratike e respekton brezin e ri, është kujdesur kudo në listat e veta, qoftë në pjesë të mbyllur, qoftë në pjesë të hapur, ketë përfaqësim brez i ri gjenerues, ai brez që i duhet Partisë Demokratike, që është Partia Demokratike e sotshme, por do jetë ajo e nesërme në pushtet. Kështu që besoj do t'i përfaqësoj më së miri duke patur mbështetjen tuaj. Duma për çdo me mirë të ja vallon.